Në studio. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mirë mëgjesi, përshëndetje, urime për emisionin. Përshëndetje, zotri, urdhër. Jeni vendi televizion që të paktën bëmi të gjushëm në telefonuset në alle gjithë kemi probleme. Nuk e di se televizionet e tjera emisionin zgjohë kanë mbyllë komplete, që nuk e di të që ka në presion nga qeveria kështu. Të shof faks juzje stacionit tjetër i bashkimit e gjithë pse duhet të mbyllën televizionet. Bile duhet të shtonë më tepër emisionit që qytetarët në mënyrë të shpreh shqetësimet e tyre, problemet e tyre me fjalë, se problematika të mëdha e qytetarët në këtë vend. Edhe gjëja më e tepër gjithë korrupsioni është kurriz qytetarëve, kurriz popullit. Nuk e vujnë fare këta politikanët. Politikanët vetëm qeshin tallën, po shohim, bën 35 vjet. Nuk po ja dalim dot. Kemi probleme me gjykatat. Kemi kërkuar mas sigurie ka 5 vjet, ajo i pet mëna 5 ditëve. Firma po bën ndërtimin i shet edhe hyrjet dhe largohet ja ky shteti shqiptar. Ne flasim kotë. Ore këtu është band kriminale që s'do t'ja dim fare për këtë popull, i kanë vu shkelbin fyt. S'do t'ja din as për pensionistë, as për pronar, as për hallexhi aty gjë. Ore është e kotë që diskutojmë iku në Izrael, iku këtu. Ai duhet të ikë fare më zotni. Ai duhet të jetë krye shtetit. Me gjithë të skandale, me gjithë të veprime që po bojmë, po tu s'ka së opozita si gjë. Talët me këtë popull nga mjesit dhe në dargët. Nuk du t'ja dim fare, vetëm grejnë taksat. Siguracionet e makinave kishe i shok. Në Maqedoni janë 50 euro. Tu Shqipëri kanë bëka 200 euro, 300 euro. A kupto se qa bëhet gazetarë duhet meren. Ja morën shpirtin këti popullit më. Ore nuk du me ditë fare këto. Ja kjo është situata këtu, qatë themi të shqit. Dhemi totalisht pa mbrojt. Nga gjykatat dhe nga këto. Këto kisha, falenderit. Të kuptova, zotëri, falenderit për telefonatën. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zotëri, urdhëro. Dëgjova në parlament të Orlan Ballën që tha i kemi dhënë 18 milion për pensionistët. Vitin e kaluar dhanë 16 milion për pensionistët, euro. Po? Tani, 16 milion. Me një telefonat, Belinda Balluku zhduku 10 milion. Një preventiv të bashkia Tursit për pasim në kanaleve që janë u blokuar mbi Tursi, nga 12 e bën i shtuar 8 milion. E i bën 20. Këto miliona i vje dhe diram, vë njërës. Dhe nëse i jep degetit 150 milion lek, i jep një fesme para në Gonigal, i jep prona Labarit, i jep prona Vajzës Trumpit, i jep prona këti, i jep prona ati, a e kanë zirë Shqipërinë në kënd, a ka popull që jetur në këtëmër, a ka këtyr shqiptarë që mbrojnë këtë kriministe, ka shqiptarë këtyr të mbrojnë këtë, kanë moral të njërës që mbrojnë këtë loj kriministi që pa shkatro më butë të vend, pa shkatro. Qëfaj kërkon opozitës? Opozita njëherë rëzënjë diktaturë. Pse e voton? Pse ka përshkytjet komshirore, mësë më voto këta. Opozitë kanë gjetet një gjëmë të qeverit, ta kënë qartë, opozitë kanë gjetet një lufta. Në paqësore nuk rëzohet këj. Qa do bëjë opozita? Shkuar bojë që ka opozita. Azë majtaj që bavarë i divan, ku thë se shqiptar dhe 7 loj buke, komunistët të qarë thot këj. Tani, të hanë 14 loj buke papirë, bavarë i divan. Ata përmeni 4 vetë të vrarë, si u sulën kërë ministrisë me ministrin janarë. Por përmeni se 3 vetë, 3 vetë të u vrarë në bluesarë në përshet Remizalia. Harrojnë të thonë se ka mëzëru që ka thënë pushteti vjen nga gryka e pushkës. Pra, pse shpën gjevet një në Kosovë? Se nuk ka të tillë komunistët që ka Shqipëria. Nuk e ka këtë klasë politike. Që zdo Shqipëri, zdo dhe unë zdo të gjë, do vetëm të ketë pushteti për ta vjedhur, për ta dërmuar, për ta shkatruar të vend. Do themi gjë. Akuzojmë dhe ishin për ushtëri. 100 tanke ka pas Shqipëria. 200 ka Serbia. 800 tanke ja ka shitur, sa ka ardhë fatosone ja ka dhe në Grekut. 200 tanke i bani ka mozruqi me, u vra përprejnë Deliogji, u vra i vila për stendin e Hekrit, e mori përprejnë Deliogji me ga mozruqi, e i punë 200 tanke i shmontone, kanë deri kavalet në Hekur në Shkozet. Pra, këtë për shkatur, nuk përfundu një investim, më thonë një investim që ka përfundu këtë qeveri. Duhet të mbyllim, zotëri. S'ka përfunduar. Të lutem mbyll argumentin, po. Faleminderit. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Kjo është telefonata e fundit në këtë pjesë të dytë, pas pak me avokatin Elban Duraj në studio. Publicitet.